Nderuar përfaqësues të medjave, të dashur qytetar. Transporti urban në Tetov, si edhe çdo sferë e shërbimit publik tjetër, në fillim të mandatit tim ishte jo funksional. Në mandatin e parë filluan të lëvizin gjërat nga e mbara, por në mandatin e dytë transporti publik do të modernizohet edhe më shumë, ashtu siç i ka hije një qendër universitare, kulturore dhe ekonomike si Tetova. Për këtë kemi vizion dhe plan të qartë pune, i bazuar në analiza të thella të shkrira në programin 1Z për Tetova. Në këtë mandat ndërtojmë një stacion të ri modern të autobusëve në bllokun urban 58, i cili do të jetë funksional, i sigurt dhe integruar në rrjetin e transportit publik. Do të blejmë 5 autobus elektrik dhe 5 minibus elektrik, me të cilët përveç zgjerimit të rrjetit të transportit urban, do të arrijmë ta mbulojmë edhe transportin në përfshatrat e Malësisë. Me to ulim edhe ndotjen dhe kontribuojmë për një mjedis cilësor në Tetovën tonë dhe për zhvillimin e turizmit në fshatrat e Malësisë. Në drejtim të përmirësimit të cilësisë së ajrit dhe mjedisit, parashikojmë edhe shtimin në stacioneve, nga të cilët disa do të jenë në stacione eko apo green, dhe këto do të jenë të vendosura në pika kyçe apo pikat më të ngarkuara të qytetit. Në harmoni me planin e mobilitetit, bëjmë edhe korsi të veçantë për transportin publik dhe për biçikletat. Linja do të fillojë nga nën stacionit tek Universiteti i Evropës Juglindore, përgjatë bulevardit Ilinden deri në qendër. Nga qendra do të vazhdojë përgjatë bulevardit Iliria deri tek kryqëzimi me bulevardin Blagoja Toska. Nga aty do të vazhdojë përgjatë bulevardit Blagoja Toska deri te rrethrotullimi i fundit i bulevardit tek stadiumi i qytetit. Të gjithë këto investime dhe modernizimi i transportit publik e bëjmë pa i ngarkuar qytetarët. Përkundrazi, transporti publik e bëjmë krejtësisht falas për gjithë qytetarët. Të nderuar, Tetovën e sollëm nga gremina në dritë dhe kemi plan konkret se si ta çojmë në një nivel tjetër, në nivel të një qyteti evropian. Prandaj është shumë e rëndësishme që Tetova të vazhdoj përpara, të mos stagnoj e asësi të mos kthehet prapa në kohën e kaosit dhe papërgjegjësisë. Rruga e përpara është vetëm një, vetëm me kapitullin e 2 të zhvillimit, të cilën e garantojmë ne. Edhe më mirë, edhe më shumë, edhe më fuqishëm në 4 vjeçarin e ardhshëm.